Përse titulli dhe reunion apo në shqip ribashkimi? Titulli The Reunion apo ribashkimi paraqet disa aspekte të romanit tim. Romani është një zhanër i cili quhet në anglisht historical fiction. Dhe ky zhanër paraqet tregime të cilat bazohen në një periudhë të caktuar kohore, në të kaluarën zakonisht, dhe autorët që shkruajnë këto romane mundohen që në mënyrë sa më autentike të paraqesin kohën, atë kohë e cila Në të cilën i trajton ngjarjet. Ngjarja trajtohet, mirë po paraqiten edhe zakonet, vendi ku ndodh ngjarja e kështu me radhë. The Reunion do të thotë në të vërtetë ngjarja kulmore e romanit ndodh gjatë mbrëmjes manifestimit të 20 vjetorit të mbrëmjes së maturës, ku 4 karakteret e mia takohen, ribashkohen. Do thotë ribashkim i maturës, mirë po, në një farë mënyre edhe ribashkim i vetvetes së tyre, njëra me tjetrën, por edhe me veten, me identitetin e tyre të cilin e kanë lënë anash ndoshta për shkak të rrethanave, janë tjetërsuar, dhe po ashtu është edhe një lloj simboli që gjatë këtij ribashkimi në farë mënyre ndërprerje e kujtimit të së kaluarës, por në një pike që nga e kaluara të kalohet në të ardhmen. Ribashkim është gjithashtu paraqet edhe një lloj, si të them, ambicie të shumë njerëzve, familjeve shqiptare që janë ndarë, që lufta i ka ndarë, dhe ekziston gjithmonë dëshira për të ribashkuar, për të qoftë në mënyrë fizike apo emocionale, edhe me vendin e tyre, por edhe me njerëzit e vet. Ky ribashkimi ku ndodh në Kosovë? Ribashkimi ndodh në Kosovë dhe njëra prej karaktereve kryesore vjen pas 20 viteve në Kosovë nga jashtë, dhe këto shoshe do të thotë nuk janë parë gjatë asaj kohe. Dhe ju kanë ndodhur shumë histori të ndryshme, secilës veç e veç. Po, secilës i kanë ndodhur histori të ndryshme veç e veç, dhe ato në këtë ribashkim e gjejnë njëna tjetrën, e gjejnë përsëri vendin e vet, mundohen të kujtojnë kush kanë qenë si të reja, dhe të vazhdojnë jetën prej aty pavarësisht nga çfarë u ka ndodhur, të gjejnë forcën për të përballuar jetën më tutje. Zonja Iliriana, këtë roman ja keni kushtuar vajzave dhe grave të Kosovës që e kanë përjetuar dhe mbijetuar luftën në Kosovë. Ju jetoni në Amerikë prej 30 vjetësh dhe keni shkruar për këtë çështje. E keni shkruar se mendoni që nuk është shkruar mjaft për to, për tema të tilla? Po, padyshim mendoj që zërat e këtyre grave tona që kanë përjetuar dhe mbijetuar luftën nuk është mjaft i ndëgjueshëm. Lexuesi i jashtëm i huaj nuk din mjaft për historitë e grave të Kosovës, dhe mendoj se gjithmonë ka hapësirë që këto histori të dalin në pa, të mos humben, të mos harrohen, dhe në një farë mënyre t'i kujtojmë. Unë kam dashur sinqerisht të tentoj të bëj një homazh për mbijetesën e këtyre grave, që jo vetëm ne tani, por edhe gjeneratat e ardhshme, sidomos fëmijët tanë që kanë lindur në botë nga prindërt e Kosovës, që kanë lindur dhe po rriten në botë, të kenë një pasqyrë, një dritare në jetën, si ka qenë jeta e nanave, gjysheve të tyre, dhe
mënyra e shkrimit të romanit është pak më intime nga, për shembull, dokumentarët, nga po mendoj nga programe tjera, nga mënyra tjera të shkruarit. Po, tërto. Do me thonë, romani i jep një intimitet lexuesit me ngjarjet, i jep një afërsi me ndodhit, me personat, me karakteret të cilët kanë jetuar në atë kohë. Dhe e kanë përjetuar ndryshe. Do me thonë, ata fëmijë ose fëmijët e mi që rriten jashtë, do me thonë, i din historitë, statistikat, por mënyrën romani jep një ndjesi që ata të ndjejnë bashkë me këto karaktere çfarë atë trauma që u kanë ndodhur. Përmes personazheve të mësojnë dhe histori të ndryshme që faktikisht kanë qenë ngjarje reale, por ndoshta me personazhe. A i keni këto, i keni 4 gra personazhe në romanin tuaj. Janë personazhe reale apo imagjinare? Personazhet janë imagjinare, mirë po janë të bazuara në ndodhit, ngjarjet e vërteta të Kosovës. Jam munduar të bëj hulumtime, të lexoj ashtu si i kemi pa edhe i dim të gjithë çfarë ka ndodhur. Edhe mirë po, këto mishërojnë, do me thonë, ngjarja që ndodh është fiktive, ribashkimi tyre, pastaj ngjarja ndodh një ngjarje kulminante gjatë manifestimit të maturës. Është një lloj imagjinate e imja, ku jam munduar që t'i jap rast ndoshta në mënyrë imagjinare që njëra prej grave që është dhunuar gjatë luftës të gjej të hakmirët ndaj e gjen mënyrën të hakmirët për çfarë i ka ndodhur. Dhe natyrisht kjo është krejt imagjinare. Edhe cila është historia e tyre? Çka keni dashur të përcjellni tek lexuesi jo shqiptar përmes këtyre personazheve femra? Te lexuesi anglisht falës. Personazhet historia e tyre është një histori e mbijetesës, e dhimbjes, e dëshirës për të tejkaluar vështirësitë, qoftë ato çfarë ka ndodhur në luftë, qoftë vështirësitë për të vazhduar jetën pas luftës. Unë kam dashur ta njoftoj lexuesin, kushdo që dëshiron të lexoj, që ka dëshirë të lexoj romane, ka afinitet, të njoftohet me këtë pjesë të historisë sonë nëpërmes këtyre 4 personazheve. Ato përfaqësojnë pothuajse gjitha vetitë e grave tona. Janë të forta, janë, si të them, dëshirojnë të vazhdojnë jetën, të mbijetojnë, ashtu si i njohim ne gratë tona. Brenda romanit ke shtjelluar dhe tema të tjera, përveç të mbijetuarave të luftës, tjetërsime të njerëzve për shkak të rrethanave të ndryshme e të tjera. Na flisni pak edhe për këta? Po, jam munduar të prek tema të ndryshme nëpërmes karaktereve të mia, tema vështirësitë e femrave, jo vetëm gjatë luftës, për shembull, jo vetëm sepse lufta nuk mbaron kur ndalen armët. Lufta vazhdon edhe për këto personazhe, por edhe për ne të gjithë. Është një lloj vështirësie dhe kam prekur shumë tema, siç është patriarkalizmi, siç është vështirësitë mendore ndoshta të njerëzve për të përballuar ato çfarë u ka ndodhur. Dhe njerëzit mundohen të gjejnë prehje në gjëra të ndryshme, siç është feja, siç është ku e di unë, gjëra tjera të cilat zakonisht ndodhin pas luftrave të mëdha, përjetimeve të mëdha të njerëzve. Mirë po, edhe kjo ka shkaktuar, do me thonë,
shkakton vështërsi të tjera, të reja, të cilat janë vështërsi po aq të vështira ndoshta sa vetë Një lufta. luftë me vetvete, një luftë në vetvete. Luftë në vetvete, sepse edhe pas lirisë që ka ndodhë, pas lirisë së Kosovës, liria e femrave ose njerëzve në përgjithësi është një si me tha një luftë e përditshme për të mbijetuar, për të tejkaluar, çfarë ka ndodhur, dhe kjo do të jetë një fat i yni, besoj edhe për vite. Njërën nga personazhet e romanit e keni një fëmijë i dy prindërve të nacionaliteteve të ndryshme. Pse e zgjodhet këtë? Po, unë kam lind dhe jam rrit në Prishtinë, edhe kam pas edhe shoqe që kanë qenë fëmijë me prindë të nacionaliteteve të ndryshme. Edhe jam mundu, kam mendu si e kanë ndi ato veten, çfarë problemesh, edhe mos them më të mëdha, por çfarë problemesh tjera u ka sjell atyre lufta. Problemen e identitetit, për shembull, ato pas shpartallimit të Jugosllavisë, ndoshta kam mendu që disa prej tyre nuk kanë ditë cili tabor, si me thonë, i takojnë, me cilin anë të identifikohen më shumë ose më pak. Dhe kjo është një luftë krejtësisht e tjetër në vetvete. Po e brendshme. E brendshme, e cila do të thot pa fajin e tyre, ato nuk kanë zgjedhur të kenë prind nacionalitete të ndryshme. Sigurisht. Dhe kjo është një aspekt i cili më ka bë me mendu për ata njerëz, të cilët, do me thanë, me luftën, ato jo vetëm kanë përjetu humbje në njerëz, në mënyrën e jetës, por e kanë humbë edhe një pjesë të jetës, të personalitetit të vetë, me të cilin janë identifiku si Jugoslav, ose si me thanë, që nuk ka taku as shqiptarve, as sërbëve plotësisht. Plotësisht. Dhe kjo ka qenë një temë interesante që mendoj. A keni marrë komente për romanin nga amerikanët, me që romani është në Amazon e në vendet të tjera ku libri shitet online? Po, ka marrë përgjithësi, ka marrë komentet shumë të mira. Njerëzit ka pas prej tyre amerikanët të cilët janë habitur me historinë që i kanë lexu. Nuk kanë qenë të njoftuar me çfarë në atë mënyrë të afër, çfarë ka ndodhur në një vend që vetë ata e kanë ndihmuar. Po, mirë po, nuk kanë qenë të habitur. Edhe besoj që për adhurusit e romaneve, të tregimeve, besoj që është si që thashë edhe më parë, është një dritare në jetën e Kosovës në përgjithësi, por sidomos të grave të Kosovës. Ku ata mund të shohin, jo vetëm çfarë ka ndodhur me antës, po mendoj në statistike, me numra, me ato, në raport me ato gjana, por edhe në mënyrë njerëzore, personale, çfarë u ka ndodhur njerëzve, si janë ndjerë, si janë ballafaquar me një gjë aq të madhe, që ka qenë lufta në Kosovë. Zonja Iliriana, në një intervistë tuajën, kam lexuar që artikujt tuaj në formë letre, derisa ishin në Londër gjatë studimeve, ja dërgoje babait tënd. A është ai që në mënyrë indirekte, po them, ju bëri që të vazhdoni me shkrime e që tashmë jeni autore e një romani? Jam rritur në një familje, babai im, agja, hallat, gjithë kanë qenë fillimisht kanë qenë edukator, kanë punuar në arsim, pastaj
edhe në fusha tjera, por gjithmonë të lidhur me arsimin dhe i kanë dhënë shumë rëndësi edukimit, shkollimit. Edhe kur kam shku në Londër edhe s'ka mujt me u kthy për shkak të situatës që ka qenë në Kosovë. Baba im gjithmonë ka qenë më ka shtyr që të vazhdoj atje, të mos e lo edukimin. Edhe do me thani ka dhënë shumë rëndësi. Kur kam fillu të studioj në Angli degën e komunikimit dhe kulturës, në një farë mënyre për me qetësu, ndoshta babën tim që nuk po hum vetën nga vetja, nuk po humbi edukimin, po vazhdoj, kam bo disa shkrime, edhe ato i ka pëlqy shumë, ai ka qenë adhurusi më i madh i shkrimeve të mia, edhe më ka shty me a dërgu, i ka dërgu këtu në gazeta për të votuar, disa janë votuar, po ashtu, do me thënë ajo ka qenë një shtytje madhe për mu, një përkrahje, për cilën jam shumë falenderuse. Gjithashtu edhe gjatë studimit në Londër, hera parë që kam shkru një artikull, një profesoreshe imi angleze ka pëlqyer aq shumë, edhe ka vendu në faqet parë të gazetës së studentëve në Londër, edhe gjithmonë më ka inkuraju ajo profesoresh, kështu që aty kam fitu pak vetbesim. Pastaj me kohë, prape kam humb vetbesimin, mirë po kjo si ndodhi rasti që të filloj të shkruaj këtë roman, ka qenë koha pandemisë, edhe kam dhënë vetës një shans ta provoj, edhe për arsye se idet edhe ka shumë për të shkruar, duhet shumë për të shkruar, edhe duhet të mos lejojmë që na e shtrembrojnë historinë, na i shtrembrojnë tregimet, të i harrojmë, të mos i lajmë fëmijët tanë që të mos dinë të mos ta dinë realitetin. Mos ta dinë çfarë ka ndodhur, edhe kjo është vetëm një tentim imi i vogël në këtë që mendoj duhet më shumë njerëz të mirën me këto gjana, me si them, jo promovimin e tyre, por me mos harimin, me krijimin e tyre. Krijimin e vetdijes. Lobi shqiptaro-amerikan është shumë i madh dhe shumë i fuqishëm. A keni klub letrar atje? Keni në fakt? Sa janë të organizuar krijuesit shqiptar në Amerikë? Besoj që ka shumë njerëz që po mendoj, ndoshta jo shumë, pak njerëz, ndoshta që kanë kohë të mirën me organizime, me mundësinë që të ndihmojnë njëri tjetrin. Përpara kemi qenë më të organizuar, më të bashkuar, më të por tani jeta e ka bot vetën, gjithë janë shumë, unë i falenderoj gjithë ata që kanë mundësi të mirën me aktivitete të komunitetit, të ndihmojnë njëri tjetrin. Për shembull, tash jam e pasionuar me punën e Emina Çunmulaj, e cila ka vullnet, ka dëshirë, ka mundësi që të bëj shumë për artistët shqiptar, për komunitetin në përgjithësi. Por një prej femra, ka edhe të tjera, nuk më kujtohen emra tash, por unë për vete nuk kam pasur kohë deri tash, shpresoj në të ardhmen do të mund të ndihmoj edhe të tjerët, se me siguri që ka shumë potencial, ka shumë dëshirë, ka shumë vullnet që zëri ynë të jetë edhe më i fuqishëm në Amerikë, të jetë tregimet tona të jenë më në front, si të them, të mos mbesin në prapavi. A do ta kemi romanin Ribashkimin në gjuhën shqipe? Shpresoj se po, unë do të punoj shumë në atë aspekt, kam dëshirë që lexuesi shqiptar ta lexoj ngjarje tregimin
në gjuhën amtare, edhe po, do të punoj në atë aspekt. Besoj që do të bëhet. Unë fillimisht e kam menduar për publikun e huj amerikan. Me qenë se jetoni atje. Me qenë se jetoj atje, edhe ka qenë një zbrasti, se kam lexoj shumë romane nga perspektiva e grave të ndryshme të botës, për shembull romane për gratë e Iranit, se cilat luftojnë shumë për të drejtat e veta, po ashtu për gratë fatkeqësitë Palestinë që ndodhin. Dhe njerëzit kam lexuar shumë mirë, po nuk kam hasur në ndonjë roman diçka më të afërt për gratë tona të Kosovës. Edhe kam menduar pse mos ta ketë edhe gruaja jonë zërin si me thënë të dëgjuar në gjuhën angleze, ku ka ma shumë lexues, ma shumë njerëz që do të mësonin shumë gjëra nga leximi i romanit. Po. Çka pret lexuesin nga jo pas dhe reunion apo ribashkimi? Nuk e di, unë do të vazhdoj. Përveç çështjes së përkthimit të romanit në gjuhën shqipe. Unë shpresoj do të jem më e lirë, edhe do të vazhdoj të shkruaj, se është diçka që më pëlqen ta bëj për veten time. Dhe pastaj nëse del ndonjë tregim tjetër, pse jo? E mirë presim. Jeni edhe edukatore në shkollat shtetërore në New Jersey. Një këshill nga ju nga këndi i edukatores. Kemi shumë këshilla që po i shpërndajmë nëpër internet, mirë që janë. Unë si edukatore kisha thënë vetëm se bota po ndryshon shumë. Fëmijët duhet mas pari të mësojmë si të jenë njerëz të mirë, si të jenë të kenë empati, të kenë mëshirë, apo mëshirë ndaj njëri tjetrit, të kenë dashuri ndaj njëri tjetrit. Shkolla si shkollë, përveç fakteve, çfarë do eksakte tjera, shkencat e tjera që i mëson fëmijët, unë besoj që mas pari duhet i mësoj si të jenë njerëz të mirë, si të krijojnë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, si ta duan njëri tjetrin, si të shohin atë më të mirën në njëri tjetrin. Dhe kjo besoj që është primare në ditët e sotme, sepse pastaj dituria për profesion ose për gjëra tjera është diçka ekstra. Po që me kohën edhe mund të edhe është tani më është e qasshme çdo kund në internet, çka do që don të mësosh zanat ose profesion, ose mund ta bësh tani më jo vetëm në shkollë, përmes mësimeve në shkollë, por çështja që është primare, unë besoj që të kemi fëmijë të shëndosh, të kemi njerëz të shëndosh me mendime pozitive, me dashuri ndaj njëri tjetrit. Kjo është këshilla ime.